ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Çfarë dëgjum sot, çfarë dëgjum qytetarët e Republikës është skandaloze. E para, ky kuvend nuk është kuvendi i Serbisë. Ky është kuvendi i Republikës së Kosovës dhe duhet sillet me përgjegjësi të plotë karshi deklaratave të cilat i dëgjuam sot, zonja kryetare. Nuk mund pa e thënë para se ta them fjalën time që çfarë dëgjum sot, çfarë dëgjum qytetarët e Republikës është skandaloze. Dhe unë nuk besoj që kuvendi i Republikës guxon ta tolerojë një gjë të tillë. Pra, ne ditë më parë jemi unifikuar rreth një rezolute të përbashkët, pozitë e opozitë. E rezolut për të mbrojt vlerat e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat sot i dëgjojmë të cënuara nga një deputet i grupit juaj parlamentar. Dhe unë besoj që kjo këtu duhet të ndërpredhet, nuk guxon që ky kuvend të shndërrohet në diskutime që i dëgjojmë në kuvendin e Serbisë. Sa i përket temës, sepse sot dëgjum, zonja kryetare, diagnoza shëndetësore prej deputetëve, u privuan deputet të kuvendit ta thonë fjalën e tyre, nuk u lejuan deputet që ta thonë mendimin e tyre për një seancë cilën ata e kanë thirrë vetë. U thanë fillim që seanca e jashtëzakonshme që ka thirrë sepse kanë dështuar përpjekjet për me zgjedh presidentin. Merreni me mend. Kush flet sot për qytetarët e Kosovës? Këta dy ministra, ku është kryeministri sot për me folë për fakturat e rritura të energjisë elektrike, për mafinë energjetike?